Gent Seiko është emri që presidenti Bujar Nishani ka zgjedhur t'i propozoj kuvendit për guvernator të Bankës të Shqipërisë. Dekreti kreu të shtetit vjen 2 muaj e gjysmë nga shkarkimi i Ardian Fullanit, pas skandalit të vjedhjes së rreth 713 milion lekëve në Bankën e Shqipërisë. Emri Gent Seikos del në dritë pas një periudhe të ngjeshur konsultimesh të presidentit me kryeministrin Edi Rama, kryeparlamentarin Ilir Meta dhe kreun e opozitës Lulzim Basha. Por në fund Bujar Nishani, në bazë të kushtetutës, por edhe ligjit për Bankën e Shqipërisë, nga lista e 42 aplikantëve zgjodhi si pasues të Ardian Fullanit Gent Seikon, emri të cilit vjen dhe në një kohë kur mazhoranca ka nisur procedurat për ndryshimin e ligjit për Bankën e Shqipërisë, çka do të mundësojë që guvernator të zgjidhet edhe një shtet as i huaj, pa qenë nevoja të ketë shtetësi shqiptare. Dëshirë kjo e shprehur që në krye të herës nga kryeministri Edi Rama, dëshirë e cila vështirëson vendimarrjen e mazhorancës, duke vënë në pikpyetje dekretin e presidentit, për të cilin deputetët do të shprehen me votim të thjeshtë në parlament. Por ndryshe nga dekretet e funksionarëve të tjerë publik, presidenti Bujar Nishani dekretin për emrin e guvernatorit të ri e ka shoqëruar me një arsyetim të detajuar, ku vlerëson përvojën menaxheriale brenda sistemit bankar, formimin e tij profesional dhe integritetin moral.